Nuk i besonin ati, ata që ta bënë në ato, edhe e para. E dyta, ka disa anti-shqiptar që mune nuk po isha, shumë veç pak së mune lëmë po isha, maskarej, që thonë që ka qenë serb. Tani, që thush Skanderbeu ishte serb, do të thotë që ishte, edhe principata ishte principat serbe, pra principata me Arbris, me qenër në Kruj, na pas ka qenë një principat serbe dhe një serb e kishte pranuar këtë punë. Edhe tjetra, a do të pranonin në beslidhjen e Lezhës gjithë të princa shqiptarë një serb për të zgjedhur primus inter pares? Si thueti? Ata luftuan edhe në betejën e Kosovës me një princë serb. Shiko, ajo ishte luftë e koalicionit. Edhe nuk e nisën ta, e nisën Austro-Hungarist, e nisën të tjertë, Hunjadi. Ajo ishte lufta e krishterimi kundër islamizmit. Dhe ajo koalicionit kanë qenë atëherë jo edhe sot. Po kjo nuk ishte koalicion, kjo ishte princa shqiptarë dhe kur kush vetëm sot në shekullin e 20-21 kanë filluar ca njerëz po a dinë po a iman që domethënë i ndrojnë komsin Skanderbeut. Se në atë kohë, kur kush nuk e ka vënë diskutim, a është aso shqiptar në atë mbledhje. Plus që perandoria serbe kishte një shekull e saq që kishte ra. E dyta, në asnjë nga dokumentat e ndërkombëtarëve nuk thuhet që ai ishte një serb, po ishte një shqiptar. Pra nuk ka një dokument shkruar që më e vërtetuar që ky ishte serb. Nuk qëndron. Dhe pastaj, kur u bë kjo mbledhje, ai nuk ishte bën as kalorëse. Madje ai e shtyn vetën e më jug, thot mbreti i Arbrit dhe princi i Epirit, domethënë. Domethënë Albania Domi, Albanjes Domini, në dokumentat që kanë marrë në Vatikan, Gjorgje Skasorla Skanderbeu Albania Domini e ka shkruar. E kemi parashit dokumentin. Jo, unë nisem nga ato që ishin në shkruajtur ai vet. Edhe ky tani primus inter pares u zgjodh aty dhe nuk ishte bën as hero kombëtar, siç e kemi sot, se ishte 38 vjeç, as nuk ishte bën, domethënë, kalorës i krishtrimit, siç e quhetën në prandim, që e shpallën dikur ata, mas 20 vjeç e shpallën kalorës i krishtrimit. Po, kur u bë mbledhja e Lezhës, ky nuk i kishte ato tituj, nuk e kishte atë besueshmëri. Dhe prandaj e zgjodhën primus inter pares, pra i pari ndër të barabartët, pa e dhonë një pushtet shumë të madh. Këtu fillon dhe pastaj të flasëm për 25 vjet të Skanderbeut, nuk mendoj që është mirë ta konsumojmë këtë kohë që kemi dispozicion me atë, sepse është gjithçka e njohur. Është një epopë që, jo, ndoshta duhet të ashtu, por le t'i trajtojmë edhe këto tjera. Po, tani, ai luftoi 25 vjet, fitoi gjitha betejat përveç njerëz, ato që se fitoi, ishte beteja Beratit, ku i vrarë 5.000 vjet, me shqiptarët, ndërsa betejat me turqit i fitoi deri ditën e fundit, luftoi si trim dhe i fitoi gjitha.